Nëse ne nisemi pe qëndrimeve të opozitës, ata nuk kanë kërkuar që vetëndosje të ketë propozime, për shkak se ata e lidhin me afërsinë me vetëndosjen dhe siç e quajnë ata me kartelën e subjektit politik të vetëndosjes. Dhe në rast se do të thotë ata kërkojnë që të kenë dy emra, propozim prej opozitës në këtë rast e Partisë Demokratike ose prej LDK-s, dhe vetëndosja po thotë që ne duhet ta kemi një propozim dhe opozita një propozim. Realisht ne e dim se cili do të jetë rezultati nëse do të kemi propozime prej të dy anëve, prej vetëndosjes dhe në këtë rast Partisë Demokratike, dhe kushtetuta paraqet që në raundin e tretë të votimit mund të zgjedhet me 61 vota presidenti i ri, dhe dim se partia e parë këtë rast vetëndosja aktualisht i ka 67 vota. Dhe një garë e tillë do të ishte sa për të mbushur procedurën ose për të realizuar procedurat e zgjedhjes së presidentit. Përndryshe nuk besoj se kish me bë një ndryshim ose me prit ndonjë befasi në rezultatin e zgjedhjeve në Kuvendin e Kosovës. Po ta nuk besojnë faktikisht vetëndosjes që nuk do të bëjnë një gjatë të tillë, dhe po kërkojnë se dy propozimet jenë prej PDK-s, pavarësisht që po thonë që propozimet e tyre nuk do të jenë partijake ose me librejt partisë. Nuk e di se për çfarë konsensusi po bëhet fjalë, kur asnjëna parti deri tash për mua nuk ka treguar që po ofron një konsensus ose një emër konsensual, për shkak se gjitha ato propozimet qoftë zyrtare, qoftë përmes çarçeve të ndryshme jo zyrtare, nuk përbëjnë emra që nuk i përkasin ndonjërit prej subjekteve politike ose që nuk kanë qenë aktivist partijak politik. Dhe kjo ka treguar se në këtë rrugë, nëse shkojmë këtë primë dhe në këto qëndrime të partive politike, nuk kemi zgjidhje. Ai ka humbur betejën plotësisht, betejën politike gjithmonë. Vjosa Osmani, ju e përmendët më herët që është përfolur shumë për një rikthim të saj pra në LDK, dhe pse nga vetë zonja Osmani është pranuar se do të ketë kthim politik pra të jetës së saj aktive politike, por se si ende mbetet për tu parë, por betejën për presidentin, që nënkupton për këtë mandat patjetër, apo edhe në vijim, duke qenë se ajo shprehu pra, dhe dëshirën për një mandat të dytë. Çfarë supozohet në këtë fazë të arrim të kuptojmë nga lëvizjet politike, dhe çfarë do të sillte rikthimi i saj në LDK? Për mua, në betejën e parë që Vjosa ka humbur presidente, është beteja morale një presidenti e unifikues dhe një presidenti të përgjithshëm të gjithë qytetarëve dhe gjithë subjekteve politike, për faktin që në disa deklarata që i kishte në televizionin shqiptar, në emisionin të Blendi apo do intervistat që i kom përcjell, jo, faktikisht mos spekuloj, nuk ishte Blendi, ishte një televizion tjetër, një emision tjetër të televizionit shqiptar atje në Shqipëri.